Njerëzve kryesor në betejën e Glloxhonit, që është epopeja e dytë pas jasharave. Si ka ndodhur ngjarja se keni rrafem shumë prekse dhe rrënqes, që keni luftuar tek ajo shtëpia bashkë me ish kryeministrin Ramush Haradinaj dhe Davut Haradinaj e të tjerë? 24 marsi më konë një ditë pranvere normale, edhe na kem pa fillu paka shumë me fortifikimin e pozicioneve në të shtëpia Ramushit. Se na normal delshim, sidomos punë të mëdha e kem kry gjatë natës, edhe gjatë ditës ma shumë u bëjshim kishe po punojmë dishka ka shtëpia për punë edhe mos më ranë sy. Nashta është dash me dalë me kry edhe temat caktume edhe me dalë të nesrit me pi kafe që me hup një parfor me gjurëm që se më konë na, o fjalla. Edhe ishëm të punu disa pozicione e forcojshi murin, se mas ramjes e komandantit legjendare dhe mjashari dhe mas sulmit në prekaz, ne u përgatitshim edhe sulmin të na. Ne jem konë përgatitur, po të thonë prej, sidomos prej vrasjes Leonit e tutje, na e kem ditë që një ditë do të sulmohem, se ma u zbulu, do me thonë, se shteti Serb ose Udva në atë kohë ka ditë, Sakt, piken. Edhe mas prekazit atër e kem ditë që një ditë do të ndodhë edhe në Glloxhan. Nashta fatkesisht prej rastit që ndodhi, na morëm pak mësim prej prekazit. Edhe, do me thonë, pika parë kryesore ka qenë largimi i familje prej shtëpia, do me thonë familjes tonë, familjes Ramushit. Edhe na kem palon nëse sulmohem një ditë një pikë caktume, nëse na za puna dikun tjetër, për pos shtëpisë, do me thonë nëse është rast sulmi, na i kem pas gati krejt me armë, me çonta, me gjitha i kem pas hazër, se cili ka ditë ku ka të vetën edhe më shku mi marrë dhe me vazhdu tutje. Edhe më shku të pika caktume. Po të pika caktume kam rritë shkëllzeni i pari, se neve na sulmun mas pari në shtëpinë Ramushit. Do thonë Dauti është taku me ta në rrugë, se Dauti e konë deri në fshat, na mendojshim na shta mi qitë pozicionet para se me na ndodhë rasti. Po ata na grabitën ma heret, pak, e kanë marrë, me siguri i kanë kuptu. Edhe na grabitën ma heret, Dauti është taku me ta ka orë në shpe, do me thonë njëj 150 metra për shpis, edhe i kanë bërtit në atë gjuhën e ty në nalo, Dauti e konë me Rasim Selmona, i ka thonë, leviz tisë unë snalna. Dauti ka qenë i armatost, faktikisht. Edhe kur o dalë fshat ka qenë i armatost edhe me Kalashnikov. Po i majshim nërë setër kështu puna më s'mu dalu shumë. Po ka unë gjitë në fshat, unë e kom pas shpinë Manelt, edhe shpinë e trullin e vjetër, edhe e kalon pushkën e vetë, e kalon të vlau, të hima. Edhe ka u këthyt e poshtë ka rrumi marë. Edhe u med vetëm me revole edhe me 2 bomba. Dauti i ka pas me veti. Edhe kur i ka piskataj tash, aji që ka ec, atë ditë ka ec aji. Dhe me thonë aty, i ka piskat në alo, Dauti i ka thonë Rasimit ikti, atëherë Dauti ka shti fillën ta, dhe me thonë, me njëherë. Me thonë nuk ka diskutu ma shumë. Ne ishim të punu afer, kishim shpinë afer aty, edhe pinim do krisma, po nuk e dishim qa të ndodhë. Edhe salata kanë gjujt me njerë në drejtim Dautit, po fatëbarsisht nuk e ka pas një plom, ka ra një farë lojvije ka qenë aty, edhe shku të shtitu të rhek deri të shtëpia. Atëherë me njëherë ka dalë Ramushi. A i Serbi ka vdek në venë atë? Po, kanë vdek 3, vetëm një ka pështu një që e ka arrestu Rasimin, Rasim Selmonin. A i kam rri, kanë gajtë mas Rasimin, ata kanë vdek në vanë, 3 aty. Edhe atëherë kem shti, se cili jem dalë në propozicion, e kem shti në drejt tyne, e kem tërhek familjen. Edhe atëherë shkëllëzen jo nisi i pari, thonë po shkoj të pika, ku kishim lonë mu pa, me djemë tjerë, me vlanë edhe me gazmendin, me agronin, edhe kur kam rri shkëllëzeni atje, në më thonë, forcat serbe veç në këshin pa rrëthu fshatin, na nuk i kem ditë. Me thonë, fshati është rrëthu dikun 5 ose 6 më në gjesë. Edhe na kem pas një farë loj malazez kanë qenë. Jënë konë dikun 200 metra pe i shpisë Ramushit, dhe kanë pas shpina ta.
Edhe, dhe me thonë, fishek, që ata ishin kanë ardhur, kishin pas barku aty. Po fishek të parë, dhe me thonë, në kanë ardhur pej shtëpis aty në malazezve, se forcat kishin pa mri aty. Atëherë s'kan mujt me mri vllau, derisa ka tërhek familjen, hima, agroni ata gazmende, i kanë tërhek familjet edhe janë bo 3 bashtoni për marrë të pika më në u bashku neve. Baba Rasimi ka mri dhe nipa shikujtimi kanë mri më ardhe të pika, po hima jo. Atëherë forcat serbe qa shpejt kanë ardhë, dhe më thonë që na kanë qarë mes. Edhe kune pa mundur të një më ardhë ata. Atëherë na jam tërhek për i shpisë Ramushit, edhe jem shku të pika, jem shbo bashkë edhe një herë që aty, më thonë që ishim 7-8 vetë krejt ishim, edhe atëherë kena vendosë me hinë fshat, mrenan. Më thonë se na jem thonë pak jashtë fshatit. Me hinë fshat mrena edhe mu pozicionu nga për pika. Më thonë Dauti, baba Rasimi edhe nipa shikujtimi në konë një shpi, unë me Ramushin në konë një shpi, Shkëllxeni në veri në konë një shpi tjetër, Ilmia me Remi, edhe 2 familje Mustafaj që kanë qenë aty, familja Zeq Mustafes edhe Brem Mustafes i kemë gjetë mrenën, dhe më thonë s'kanë levizas ata, edhe qëtu im konë, dhe më thonë në 4-5 shpija im konë të pozicionum. Edhe tash na i ndëgjëshim forcat serbe në radio, se kem pas mundësin mi ndëgju, edhe për thot kë pjethira IPP e këti që ish përgjedhë si operacionit këtu në fshat, për thot që autobo, tha për një 30 minuta, tha t'i binë morë krejt në pej, just jolla për neve. Edhe për thot, aj okej, mirë, tha shkat në zani rafsh. Në me thonë,